Qa mendon se do të thotë? Ti më në nuk e di që kjo ide është e vetë Astritit? E si të besoj kur ai ndodhet në përmale e lufton? Ti erdhë Zana dhe tha se Petriti kishte ardhur më parë i të lajmëruar fshatin, kurse Astriti kishte çuar një letër për mua. Hë Kunat, ç'mendon ti për këtë? Për çka është fjala? Për këtë që thash, a të pëlqej ideja? Mos e lot nusen me këto fjalë. Mjaft se lodhet me punët e shtëpisë. Ani, nën le të flas, fol lart. Dua që pas luftës të mbledh vajzat për të mësuar shkrim lexim. Në qoftë se të duhet ndihma ime, unë jam këtu. Faleminderit shkurt. E dija se do të më përkrahësh. E si mos do të ndihmoj kur ajo është për të mirën tonë. Po Arta, dëgjove diçka për ato të maleve? Thonë se liria është afër. Po për Palin, a din gjë? Zana më tha se Petriti ishte në një qet tjetër, kurse për Palin nuk di gjë. Si është e mundur mos ke dëgjuar asgjë? Po trembe Mart, mos I ka ndodhur diçka e neve s'dim gjë. Mjaft shkurt, mos fol marzira. Unë e njoh vllain tim dhe e di se ai di si të mbrohet. Por hajde të dalim, se shumë punë po na presin. A je gjallë, moj loke? Fal, biri nënës. Mirë se na erdhët prima. Na i mbushet shtëpinë për plot me gëzime. Mirë se erdhe vëlla. Ku je, motër? A je? Si ja kalon? Mirë deri diku. A përgatitet për atë që të thash në letë? Po Astrid, mundohem të mbledh të tjerat. Zana dhe Blerta më premtuan di. Po ne jemi gati, ti veç fol. E s'thoni morë. Ç'është kjo që thoni unë s'di gjë? Duam që të mësojmë shkrim lexim. Tani kur jemi të lirë mund të bëjmë gjithçka. Harova të tregoj se Zek Delia nuk u pajtoa të lëshojnë. Por do t'ja bëjmë disi, do të kërkojmë ndihmë prej të tjerëve. E s'thoni morë. E kush e pyet Zekën? Fjala e atij do të jetë fjala e fundit që do të pyetet. Ç'thua Pal? Ai është kryebllaku fshatit. Ka qënë, nuk është më, e pat puna e ti. Si ashtu? Ai ishte bashkëpunëtori i Turqisë. E tash kur e kuptuam të gjithë e larguam nga detyra si kryeblak I fshatit. Që kam punuar, po tash kush e zë vendin e tij? Pali Zan, menduam se ajo është njëri më I përshtatshëm. Shikoni që do të thotë I lirë. Pal, do të dëshiroja në shtëpinë tonë të ngrejnë flamurin kombëtar. Po mirë më motër, por kemi vetëm një, ku ta çojmë më parë? Për këtë mos u mërzit Pal se jemi kujdesur ne. Ja, Ku e gjetët? e qëndisën vetë, unë e shkurta, për këtë ditë madhështore. Lëmun për ty, motër, e për ty shkurt. Po, zë të bëj pa ty kur të martoj. Jo edhe shumë Pal, jo edhe shumë. Urime liria, së shpejti me një dasëm të madhe. Rroft Shqipëria e lirë.